Një zjarr i madh përfshiu pak ditë më parë zonën e Porto Palermos në Himar, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme toke. Deri më tani nuk ka një përgjigje zyrtare për shkaqet e zjarrit. Autoritetet kanë njoftuar vetëm ndërhyrjen e zjarrfikësve, por heshtja mbi origjinën e flakëve ka ngritur pikpyetje, pasi bëhet fjalë për një nga zonat më të lakmuara të Bregdetit shqiptar. Porto Palermo prej vitesh është në qendër të debatit për investime të mëdha turistike, toka strategjike dhe projekte zhvillimi. Në vitin 2022, qeveria shpalli xhirin e Porto Palermos park natyror, por vendimi u shoqërua me debate për kufit e zonës së mbrojtur. Një nga zonat më të diskutuara është xhiri i Llamanit, ku është ngritur pretendimi se një sipërfaqe prej rreth 11.400 metra katrorësh është lënë jashtë hartës së mbrojtjes. Pikërisht aty lidhet edhe debati për projektin turistik Amantes, të kompanisë Bega 07, të lidhur me biznesmenin Arben Muçobega. Sipas dokumenteve të bëra publike, me vendimin numër 13, datë 25 shtator 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi zhvillimin turistik për kompanitë Bega 07 dhe Kapital B SHPK. Më herët, Komiteti i Investimeve Strategjike, me vendimin numër 6, datë 7 maj 2024, kishte refuzuar kërkesën për status investimi strategjik, duke ngritur çështje mbi situatën juridike të tokës. Një tjetër çështje është ish-baza ushtarake Porto Palermos, ku është diskutuar projekti Porto Palermo Marina Resort, me resorte luksoze, marina për jahte dhe transformimin e tuneleve historike në atraksione turistike. Pas zjarrit mbeten disa pyetje: a ishte kjo një ngjarje aksidentale apo duhet hetuar edhe pista një zjarri të shëllimshëm? Kush përfiton nga ndryshimet në përdorimin e tokave në këtë zonë? Dhe apo mbrohet Porto Palermo si pasuri kombëtare apo po përgatitet për një tjetër val investimesh private? Përgjigjen duhet ta japin hetimet, por një gjë është e qartë: Porto Palermo mbetet një nga betejat më të mëdha mes mbrojtjes së natyrës dhe interesave ekonomike në Bregdetin shqiptar.